Unë jam këngëtare. Kam një problem dhe kam një problem goxha të madh. E kam me mamin. Po, më ka marrë djalin. Mirë po më mbaruan fondet, më mbaruan financat dhe nuk më duan më në familjen time. Është shumë e dhënë pas lekut. Ka akuzuar nëna si kur unë jam e varur nga lëndet narkotike, flasim hapur. Edhe mendoj se nëna ime, kështu është nëna ime, domethënë që gjithkohës mua më ka parë si bankomat. Unë nëse mura përfundova në spital në dimër, edhe tha mos ma sillni në shpinën e avarosi komunal janë. Vetëm na mundësi ishte juve që u drejtova. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do sjell dy histori, do të flas për dy nëna të cilat ditën e sotme do denoncojnë. Njëra denoncon nënën e saj, ndërsa tjetra partnerin. Do të shkojmë në Gjirokastër, fillimisht do të lidhemi me një këngëtare në Romina Sejati, e cila ka vendosur ka marrë guximin të denoncojë nënën e saj pasi kjo e fundit e ka denoncuar në polici duke fituar kujdestarinë e të birit të saj dhe ka akuzuar të bijën se bën një jetë të shturur natën me profesionin e saj si këngëtare dhe mbi të gjitha është përdoruese e lëndëve narkotike. Kjo nën ka disa muaj që nuk ka asnjë lloj kontakti me të birin e saj, por çfarë ka ndodhur në jetën e saj në familjen Sejati, unë hap dritaren dhe ftoj Rominën për ta dëgjuar historinë e saj. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Romina. Romina, më ke telefonuar, ke diçka, ke një problem? Kam një problem dhe kam një problem goxha të madh. E kam me mamin. Me mamin tënd? Po, më ka marrë djalin. Unë nuk e kam babin, jam jetim e vet, më ka rritur njerku, mirë po kam jetuar jashtë shtetit 12 vjet në Austri, tani kam pak që jam kthyer, u ndava nga bashkëshorti. Mirë po më mbaruan fondet, më mbaruan financat dhe nuk më duan më në familjen time. Dhe të ka dëbuar mami nga shtëpia? Po, dhe më ka mbajtur dhe djalin 6 vjeç, kam një vit pa parë djalin dhe nuk di se si ka dhënë një urdhër mbrojtje gjykata e Gjirokastrës, pa fakte, pa prova. Domethënë kot në ajër dhe unë nuk kam ditur gjë, unë para 1 muaj, para 2 muajve kam marrë urdhrin që ishte ekzekutuar urdhrin nga gjykata që djalin i ka kaluar mamit tim në kujdestarin. E dashur, më lejon të pyes që ta kuptojmë qartë historinë? Po. Ti ku jeton aktualisht? Unë aktualisht jam Gjirokastër, unë jam këngëtare, po të ish në YouTube edhe në gjitha këto kam qenë me koncerte, me shumë gjëra, Romina Sejati. Po jam pa një shtëpi, pa një, sepse nuk mi ka marrë nëna gjitha, mi ka marrë, domethënë në atë shtëpi ku jam rritur nuk më lejojnë të shkoj. Dhe tek ajo shtëpi kam dhe djalin 6 vjeç, që kam një vit pa e parë. Por çfarë ndodhi mes teje dhe nënës që ka ndodhur e gjithë kjo situatë që gjykata ka hequr të drejtën e djalit dhe ja ka dhënë? Po, ndodhi një problem. Mami im është pak, flasim në gjuhën popullore, është pak tip gjermane. Edhe është shumë e dhënë pas lekut. Momentin që mua mbaruan fondet, mbaruan lekët, nuk e ndihmua dot në shtëpinë. Erdha në Shqipëri, u zhvendosa në Shqipëri dhe nuk kisha me gjendjen ekonomike që kam pasur me ish burrin kur kam qenë jashtë shtetit. Nuk kisha me që të ndihmoja, të financoja, dhe merresha me koncerte, këndoj, këndej, para 1 viti flasëm, patëm një debat të dyja dhe më ofendoi shumë rënd. Edhe unë i thash diçka që mendoj që ishte harruar. Nga frika se mos të tregoja të vllajin, mami shkoi dhe mori urdhër mbrojtje. A mund të flasim hapur të më thuar çfarë ndodhi konkretisht atë ditë, çfarë ajo të tha dhe ti i the diçka të harruar? Unë kam rritur vetë fëmijën, edhe ajo neve na ka rritur vetë, se unë jam rritur me njëri. Mirë po unë kam rritur komplet vetë fare. Edhe më ofendoi dhe më tha ke mendjen vetëm të dalësh të bësh, ndërkohë që unë punoj dhe kam punuar. Dhe i thash, unë nuk jam ti, të paktën që në një krevat, në një dhomë ku kam fjetur unë me ty që kam qenë 4 vjeç, 5 vjeç fëmijë, ti ke ndërtuar ti ke tjetër. Me që po mi bën gjitha këto sot që unë s'kam lek, unë do flas me vllajën, se unë kam dhe një vlla, e kam nga mami vetëm. Tani kam filluar, i kam përmirësuar marrëdhëniet me vllajën.
se vllajt ishte treguar komplet një histori tjetër për tjetër. Më kupton? Nga mami. E dashur Romina, me sa po kuptoj, babi juaj me nënën është ndarë kur ti ke qenë e vogël. Vdekur babi. A, të ka vdekur babi? Ka lënë 6 muaj që babi ka vdekur në eksodin në 90. Dhe nëna juaj u martua me dikë tjetër dhe ti u rrite me njerkun. U rrita me njerkun, po nuk jam rritur si gjithë fëmijët nga njerkun. Nuk ka pirë shumë, ka pasur një gjendje të mirë ekonomike, në një moment nga pia humbi gjendjen ekonomike, kam parë shumë të merë të mami që e ka raur e kam. Edhe unë nuk jam rritur si gjithë fëmijët, domethënë, mirë po fat mirësisht kam pasur një daj që unë ati kam folur babim. Pa i vëdi që kur unë isha 17 vjeç, ma rrugët e Evropës se më prezuri njerë nga Shqipëria. Kam përfunduar dhe shkollën. Kam dhe shkollën në muzikës me 10 liceun artistik. Por në momentin që njerë ku të dëgoj nga shtëpia, nëna juaj e miratoi këtë gjë? Po. Nuk e miratoi dhe përveç se e miratoi, në atë kohë po miraton edhe tani atë që unë duhet vetë të shoh fëmijën, po djalë 6 vjeç që nuk e di se si ma mbajtë, nuk e di se çfarë ka ndodhur. Ndërkohë që këtu në Gjirokastër psikologët e djalit, edukatorët, mësueset, të gjitha më duan, më respektojnë edhe më thënë vetëm kaq që ai fëmijë është i trembur, diçka i flitet keq atij fëmijë, që unë e rita vetë fëmijën. Por babai i fëmijës nuk interesohet për këtë situatë? Tani ka dalë nga burgu. Ka qenë pas hekurave. Ishte pas hekurave, ka qenë në burg. Kam filluar kontaktet me të, i kam marrë vesh gjitha dhe ai. Mirë po s'kemi pushtetin, s'kemi fuqin që atë bëjmë, sepse këtu është një urdhër mbrojtje që unë kam shkuar disa herë, më ka arrestuar policia. Dhe nuk kam ditur asnjë gjë. Po nëna është pajisur me urdhër mbrojtje sepse ju e keni dhunuar. Urdhri mbrojtje? Jo, nuk kam qenë këtu dhe kjo është e çuditshme. Nuk kam qenë prezent dhe kur është dhënë urdhri gjykatës dhe i policisë, nuk kam qenë në kontakt me nënën gjatë gjithë kohës. Çdo gjë më është bërë mbas shpinës dhe nuk e di pse. Në momentin e dashur Romina, kur ti erdhe nga Austria dhe u ndave nga burri, ti u vendose te shtëpia e nënës. Po. Çfarë ndodhi? Mund të ma tregosh? Kemi kaluar shumë mirë, hapa një biznes me rroba, e pash që nuk po ja dilja dot në Shqipëri, nuk ja dilnim dot me pagat, me gjërat. E kam lënë djalin te mami, me mirë kuptim, po kujdesej mami për djalin, edhe fillova të ushtroj profesionin tim me këngën. Investova me këngën, bëra disa investime, një videoklipe që më kanë nisur shumë mirë, vazhdova me koncerte në Greqi, këtu në Shqipëri, me këngëtar të famshëm. Edhe atë mëngjesin që të thash debati me mamin, shkatëroi gjithçka. E kisha pyetur një dy herë, pse jeni në gjykatë, se më kanë thënë njerëz që të kanë parë në gjykatë dhe më thoshte po merrem me një vul për vllajin që kam në Austri, se vllajin e kam në Austri. Nuk më tregonte çfarë po ndodhte dhe çfarë po bënte. Por gjykata ta hoqi të drejtën prindërore me çfarë të drejtë? Unë pa qenë, nuk kam ditur, nuk e di. Por sikur kam shkuar, i kam dhunuar, sikur kam marrë 30 kg benzinë, ndërkohë që nuk kam qenë. Është fakti kryer që unë nuk kam ditur gjë. Ty të ka akuzuar. Nuk kam qenë. Akuzat që nga të rënda, me sa po kuptoj. Akuzuar nëna sikur unë jam e varur nga lëndet narkotike, flastim hapur, edhe sikur unë jam e varur nga droga dhe sikur kisha marrë 30 kg benzinë dhe aty digja, sikur kisha marrë thikën të ferja fëmijën tim mes lagjes, nuk e di domethënë gjëra që jo që s'ekzistojnë, po luftoj, kam kaq kohë që po luftoj. Mirë po jam me vetme, jam pa kraj, jam pa mbështetje, pa punë në momentin, psikologjia më ka rënë, edhe s'po ja dal dot. Vetëm mundësi ishit juve që u drejtova. Romina, ma vjen shumë keq për këtë situatë që po dëgjoj, që je ndarë nga djali dhe mbi të gjitha të shequr kujdestaria e djalit i ka kaluar nënës tënde. Po unë i kam dokumentet me veten, nëse do edhe mundem të dërgoj një kopje me foto ose si duar, se dhe mua më ka ardhur xhaxhajna Erseka se gjërat janë bërë pak të mëdha. Edhe mendoj se nëna ime, kështu është nëna ime, domethënë që gjithkohës mua më ka parë si bankomat. Më kupton?
Edhe në 5 mars që kishte ditëlindjen, mezi më ka lënë ta shikoj 5 minuta. 5 marsin e kaluar. Era e fundit ishte kjo që takove djalin? Po. Po. Si reagoi djali kur të pa? Mos më merrni mamin, thash mamim. Mamim është mamim dhe babim. Djali më do. Më do edhe për këtë jam e lumtur që edhe psikologët e djalit, domethënë i kanë mbështetje, i kanë favor, i kanë përkrahje. Ka marrë malli. Ka marrë shumë. A shumë sa nuk kem imagjine dë. Nuk e mundur do të gjesh gjuhën e përbashkët me nënën për të folur? Nuk panon. Ti me nënën... Unë së mura përfundova në spital në dimër, edhe tha mos ma sjellni në shpëllet avarosi komunal janë. Po ç'është kjo urrëtie kaq e madhe një nëne për fëmijën? Nuk e di. Nuk e di se kemi qenë shumë të lidhura njëra me tjetrën. Unë jam bërë grua për herë të parë dhe kam folur me nënën. Unë në çdo gjë për herë të parë, për herë të dytë, për herë të fundit në jetën time, i kam konsumuar me mamin. Dhe nuk e di se si ndodhi kështu. Po njerë ku është në jetë? Është në jetë, po edhe është edhe s'është, sepse ai është thjesht njeri që është i të graduar të pilja, të rakia. Nuk kupton? E qartë që nuk është i zoti për të komanduar në shtëpi. Jo. Me vllajën tënd je lidhur në Austri për të kërkuar ndihmë se ai mund të ketë raporte të mira me nënën. Ai ka shumë mira raporte me mamin, mirë po ai kishte besuar mamin deri para disa ditësh që disa njerëz këtu i thanë të vërtetën që nuk është kështu e vërteta. Është kështu. Edhe tani kanë filluar kontaktet me të dhe më tha zgjidh rrugën që është më e drejtë. Djali është i joti. Por ai nuk i ka thënë nënës vetë që çfarë po bën? Sido që ti je vajzë e saj. Nuk të qinë njeri në nëjme. është shumë nuk di se si të ta përshkruaj dhe se si të ta jap karakterin e saj, po është gjermane. Aktualisht babai i fëmijës tënd ku ndodhet? Është në Maqedoni. Po, e kanë deportuar nga Austria që përfundoi burgun, e kanë kthyer në Maqedoni. Por ai nuk ka ardhur për të takuar djalin? Ai që ditë ka që ka dalë në burgë, djeli. E takoi pak në Austri dhe nuk ja lanë djalin të takonte më shumë në Austri. Se mami mori djalin dhe iku në Austri në pushime, pa lejen time, pa firmën time, pa asnjë gjë. Më kupton çfarë po ndodh? Jo, nëse nëna jote ka marrë kujdestarin, ajo udhëton lirshëm me djalin, nuk ka nevojë të marrë ty firmën. Është kujdestari alternative. Ka kujdestari alternative nëna juaj. E dëgjuam historinë e kësaj këngëtare dashumiqe, e cila fatkeqësisht prej disa muajve nuk ka kontakte me të birin, akuzon nënën e saj, por e vërteta ende nuk dihet. Unë uroj dhe shpresoj që kjo nën të paktën të ketë kontakte fizike me të birin, dhe pse kujdestarin e përkohshme, le të themi, e ka fituar gjyqja dhe ajo kujdeset për të rriturin. Mirë, do të vazhdojmë në këtë momente me një tjetër histori. Do të zhvendosemi në një fshat të qytetit të Lushnjës, do të lidhemi me Bleona Milen, nënën e 2 fëmijëve të mitur, e cila denoncon partnerin e saj, por jo vetëm, edhe njerëzit e burrit. E martuar në një moshë të vogël, e rritur vetë jetime, kjo nën po përballet sot me dhunën fizike dhe psikologjike në familjen e bashkëtorët të saj. Por kush është historia dhe çfarë ka ndodhur në jetën e Bleonës, hap dritaren dhe e ftoi Bleonën. E dashur Bleona, përshëndetje. Përshëndetje. Të shikoj shumë të trishtuar. Dhe Shumë nga ka për të bëjmë. lexova mesazhet që më kishe dërguar. Po, Dhe sinqerisht më vjen shumë keq që po kalon momente kaq shumë të vështira në jetën tënde. kam pasur shumë probleme që ditën e parë që kam ardhur këtu, edhe vazhdojnë akoma. Bëhet fjalë për shtëpinë e bashkëshortit. Po, Çfarë problemesh konkretisht për ta kuptuar? shumë gjëra, nuk
më trajtojnë si vajzën e tyre, më shumë asinuese, më shumë si shërbëtore do thoja. Këtë gjë e ke vetëm nga bashkëshorti apo edhe nga njerëzit e tij? Nga i gjithë familja. Por pse sillen kështu me ty? Ka ndodhur diçka? Jo, se di, unë deri në sot di që jam sjell mirë me ta, jam munduar me aq sa mundem. Ju ku jetoni aktualisht? Në Krutje të Lushnjës. Në Krutje të Lushnjës. Po. Ti vet nga je me origjinë? Nga Rikaj, një fshat ngjitur i Lushnjës. Je po aty. Ju sa vjeç jeni aktualisht? 26. 26 vjeçe. Sa vite martesë ke? 10. 10 vite martesë? Po. Po pse çfarë moshe je martuar ti? 16 për 17. Shumë e vogël që je martuar. Me mbledhëri, jo se e kam dash vetë. Në këto 10 vite martesë keni sjell fëmijë në jetë? Po, kam 2 çuna, një 6 vjeç dhe një 4. Ke 2 dje, me jetë ti kesh. Faleminderit. Ti ke qenë 16 vjeçe kur trokite në shtëpinë tënde dhe të kërkuan dorën. Po, Mund të marrë vesh të histori, domethënë, ishte babaja ai që të martoi prindrit pa dëshirën tënde? babai, se prindit e mi janë të divorcuar dhe na babai. Prindit e tu janë të divorcuar. Ti ke jetuar vetëm Po. me babain? Po, Nënën nuk e ke njohur? e kam njohur mamën. Në moshën 12 vjeçare jam ndarë. Kur isha unë 12 vjeç. Motra dhe vëllezër ke? Kam një vëlla. Por ai Natën ka, është 3 vjet. ai ka jetuar me ju apo me nënën? Me mua. Me ju. Por ti kontaktet me nënën kur i lidhe? Ku fillove të flisje? Në fillim kam folur shumë rrallë. Tani janë shtuar pak më shumë. Po në fillim shumë rrallë. Një herë javë, një herë 2 javë. Sot që je e martuar i ke kontakte të rregullta me nënën. Po tani po. E dashur Blona, ma vjen mirë që ke kontakte me nënën tënde, por ti je rritur nga babai dhe nusja e babait. Po, Babai vendosi të martonte 16 vjeç. që atëherë. Mund të ma tregosh historinë më si ndodhi, se ti po më tregon që unë nuk doja të martohesha, por babai vendosi. Kush ta komunikoi? Thjesht erdhi një shoku babit më kërkoi për një shokun e vet, edhe thjesht babi pranoi dhe s'kisha si zgjidhje apo jo. Isha shumë e vogël ta kuptoja. Babai ta komunikoi që të kanë gjetur një burrë dhe ti duhet të martohesh. Po, Ti nuk e njihje fare djalin në fjalë, bashortin tënd. fare, sa do ngjitur në fshatër, po si kisha parë ndonjëherë. E dashur Blona, ti më tregove që konfliktet e para i pate me vjerrën tënde. Po, Po pse çfarë kërkonte nga ty ajo? shumë gjëra, ti bëja gjitha punët e shtëpisë, ajo mos prekte gjë me dorë. Çdo gjë. Çfarë të Unë ja thotë? kam bërë, po varfisa asaj si pëlqente. Si, nuk i pëlqeni punët e shtëpisë që ti i bëje? Po, Po çfarë të thoshte? si pëlqente, i donte gjitha, ndoshta sa rrihet ta bëja edhe ndonjë në kohë siç e donte ajo. Po me timen jam munduar t'i bëj, edhe vazhdoj i bëj akoma. Po të ofendonte, nuk të trajtonte mirë, domethënë. Shumë ofendime aty ku s'kam me. Sa që më përmendte prindit e mi pse janë ndarë, do bësh dhe ti si jo tem, thoshte. Dhe nuk do t'i përmend ato fjalë, po ma ka thënë. Por bashkëshorti çfarë të thoshte? Bashkëshorti reagon fare, bashkëshorti vetëm çaj po na ta më thot. Asgjë tjetër. Por vjerri si sillej?
Djerë varet nga vjera, nuk thot asgjë me mendimin e tij. Pra, gjithë konfliktet ti pas ke me vjerën? Po, vjerën burrin. Për gjatë gjithë këtyre 10 viteve kështu janë sjell me ty? Shu. Madje kur kanë qenë 18 vjeçë, po ta mbetur shtazave nuk e dija, e kam humbur fëmin në shtëpi, e kam kaluar në shtëpi, dhe nuk e munduar as më shonin në spital, dhe më thoshin herë se do kaloj, do bësh pjatnika, më thoshin pse u humbe, nuk më mbështeti as për një moment, nuk merret të sillte asnjë gotë me ujë në rromë, jo më të tjerat, që s'më bën. O, ma vjen nga keq që ke Nuk bërë kam kaluar vetëm. Tash Bleona, më vjen ka shumë keq sinqerisht për ty që ke kaluar këtë lloj jete, por kërkove ndihmë te babai jot kur ai vinte të vizitonte, ai tregoje që nuk ishe e lumtur te kjo shtëpi. Ja kam thënë shumë herë. Ja kam thënë edhe sot e kësaj dite ja them. E sot më thot thjesht merr fëmijët, hajde bëj një denoncim, hajde, ai nuk vjen këtu që të më marri. Denoncim për çfarë? Pse ti je dhunuar? Psikologjikisht shumë. Kanë tentuar dhe fizikisht, por nuk e kanë liruar. Kush ka tentuar që të goda? Burri. Bashorti? Po. Por pse? Çfarë ndodhi atë ditë që ai tentoi të dhunonte fizikisht? Se duhet të ideja që të donte vjera, ç'to është ajo, duhet i pranoja fjalët e saj, çfarë vendimi thoshte. Më ka thënë dhe ik nga shtëpia se i majmë me fëmijët, ti s'ke punë me fëmijët, por në atë moment nuk e di çfarë i kam thënë të betohem. Pra, bashorti të ka thënë që edhe largo, vazhdo jetën tënde. Po s'do të më japi fëmijët, vetëm për ata po qëndroj. Por, për fëmijët e dashur Bleona vendos gjykata. Nëse ti Ne e di, do japësh fund E di, po- martesës, nuk duhet largohem pa marrë fëmijët me vete. pse ti ke menduar të japësh fund martesës? Shumë herë. Dhe para një viti. Kam tentuar, kam bërë dhe gati, thjesht më kam bajtur fëmijët, i thoshte fëmijës madh se i vogël nuk kuptonte, i thoshte që mami do marri burë tjetër, vite fëmija më thoshte mua që ku kupton ai si t'ja shpjegoja unë. E dashur Bleona, ti ke 10 vite martesë dhe nuk janë pak 10 vite që Po, i ke ndarë me këtë person, që është babai i 2 fëmijëve të tu. Në asnjë moment nuk e gjetur të flasësh me burrin për t'i thënë që nuk jetohet kështu. Ja munduar, nuk të kupton, vetëm të vërtet, nuk të kupton. Se ti ja pas ke thënë që do largohem, do kërkoj divorcin, ai asnjë lloj reagimi. Reagimi i tij është vetëm të marrë fëmijët, të më dhunojnë në moment, vetëm ky. Mundohem që mos shohin fëmijët vetë. Pra ata mundohem. Por, kjo do të thotë që nuk pas ka më dashuri mes jush. Jo. Vjen keq ta them, s'do të thjesja fëmijët pa babë, po. Kështu që nga shkujtur. Pra, ti nuk e do më babain e fëmijëve të tu. Jo. Më ka bërë të mos e dua kështu. Se ju shtratin bashkëshortore ndani bashk. Akoma. Normale, kam futur fëmijën e vogël për mes. Çfarë do të thuash me këtë që kam futur fëmijën e vogël në mes të krevatit, që mos kesh më kontakte fizike me babain e tyre? Nuk kam patur, nuk kam. E dashur Bleona, i pas ka ardhur fundi gjithçkaje. Po, normale.
Kanë kaluar disa ditë dhe unë dua sërish ditën e sotme të jemi në një live me Bleona Milen, nënën e 2 fëmijëve e cila ka vendosur të divorcohet nga bashkëshorti, edhe pse përpara disa ditëve tregoi momente të vështira të jetës së saj, që kur ishte fëmijë e rritur vetëm me babain, me njerëkën, këta të fundit e kishin martuar që 16 vjeç dhe ajo ishte përballur me dhunën psikologjike në familjen e burrit. Ka vendosur të japi fund gjithçkaje dhe ditën e sotme ajo do kërkoj ndihmë, kështu që e hap dritaren dhe ftoj Bleona Milen. E dashur Bleona, Po, pas disa ditëve ne lidhemi të dyja së bashku. po. Si është situata në familjen tënde? Për momentin në e qetë. Për momentin. Pse? Por nuk zgjat çdo ditë. Ai vazhdon të dhunojë sërish. Shumë. Psikologjikisht shumë. Jo dhunë fizike. Se kam lejuar. Më saktë. Dhe nuk duhet ta lejosh, duhet të shkosh në polici për ta denoncuar. Pse nuk e bën këtë gjë? Nuk e bëj se e di që kanë njerëz në polici brenda dhe i kanë ndihmuar në çdo rast ata, dhe se besoj të më ndihmoj njëri mua. Po jo, gabohesh. Paktën për më zonë plas. Gabohesh që e mendon kështu. Nuk e di. Çfarë ke menduar për jetën tënde? Je bërë nën tashmë. Dhuna që ushtrohet në familjen tënde ndikon dhe te fëmijët. Shumë. Jo pak, po shumë ka ndikuar. Por pse burri juaj bë këtë sjellje ndaj jush? Nuk e di, ndoshta na që jam rritur me prindër divorcuar. Kërkon që vetëm mund t'i bëj punë të shtëpisë, ashtu nuk kam ndjer një llaf të ngrohtë nga ai, si bashkëshorte, flas. Për çdo gjë nuk e kam pas afër. Ti vazhdon ta duash atë njeri? Ashtu e afër vetëm për fëmijët, po të ndjej gjë, jo. Ja ke thënë, ja ke shprehur që unë nuk të dua më? Ja kam thënë. Thot vetëm për fëmijët, vetëm vazhdoj kështu, ose ikti, thot se unë i rris fëmijët vetë, këta dijej. Doj që ti praktisu fëmijët, po në atë gjë se bëj dot. Jo, atë gjë nuk do ta bësh kurrë. Jo, se imagjinoj do të pas një minutë pa fëmijët vetëm, jo. Por fëmijët çfarë thonë në këtë situatë? Ata janë të mitur, por padyshim e kuptojnë që gjërat nuk janë fort mirë në familje. Fëmijët i vogël po thonë se i vogël ka 4 vjeç, i malli e kupton, e di shumë mirë. Madje kur dua të shkoj unë nga prindrit e mi, malli më ka thënë mami, më mirë mos u bëj gati, thot ka frikë se i bërtaset në, thot vërtet babi, nuk duhet që të mund të dalë fare nga shtëpia. Por ai me fëmijët si sillet? I afron, fëmijët i afron. I do fëmijët e vet. Po, normal që i do. Ndoshta sillin që ai bën është anormale, por ati ti duket normale. Nuk je munduar ti flasësh dhe ti thuash që çdo sjellje jotja më lëndon. Bën çdo gjë siç e thon prindrit e tij, as i gjë me mendjen e vet. Asë gjë. Për çdo mohabet që kemi në shtëpi, për çdo gjë që i thon ata. Por familja jote nuk të ndihmon. Ti më tregove përpara disa ditëve që ke pasur probleme edhe në familjen ku je rritur. Po, kam patur. Ja kam thënë, edhe babit çdo gjë. Dhe si ka Babi po reaguar? të për hatërin e fëmijët, se burrat kështu janë, thot ndajherë thot hajde leri fëmijët për ca kohë, pastaj merri prapë, po si le dot, po i ka për ca kohë, s'mi jep më njëri fëmijët, e di shumë mirë. Po nona, me nënën tënde ke folur?
Po, me mamin, ajo është një Gjirokastër. Ajo është me qera për vete dhe s'kam vënd, thot. Në punë është. Nuk kam vënd të marrë, thot. Nuk ka vënd për të mbajtur, nuk ka vënd. E tash Blona, ma më vjen shumë keq për historinë tënde, dhe realisht me shpirt dua të ndihmoj, por ti je rritur në moshë dhe vendimet i merr ti. Çfarë ke menduar? Kam kërkuar ndihmë dhe në Bashkinë e Lushnjës. Po? Edhe më kanë thënë duhet të shkosh te babi se të ndihmojmë ne për çdo gjë, për divorc, çdo gjë të lirë punë. Do të ndihmojmë dhe me ushqimet sa kohë sa djesh punë, po. Është e vështirë që të largohem për momentin që këtu. Blona, ti ke marrë vendimin, kërkon të ndahesh nga burri. Po. Ti nuk ndihesh e lumtur. Jo. Edhe njerëzit e burrit nuk të mbështesin. Njerëzit e burrit ato mendon për kalamaj, se e di shumë mirë çfarë njerëzit që janë edhe madje kam me shumicën e njerëzve të tyre nuk shkojnë, nuk flasin. Me shumicën, mos them me të gjithë, por me shumicën. Edhe pse vjera juaj e shikon që djali i saj sillet keq me ty, nuk reagon. Nuk reagon fare. Vjera ime ka 2 muaj që nuk po më flet me gojë, pse derdhë fëmijët një gotë me qumësh në kuzhinën e saj, nuk më flet mua me gojë, pse ja dhe, pse kështu dhe nuk flet. Jo, më tjerat. Si, pse fëmijët derdhën godën e qumshit, vjera nuk flet me ty? Po. Para 2 muajsh, mos gabojmë, ka ndodhur kjo. Kjo nuk është normale, zemër. Në di që s'është normale, po pse ja dhe fëmijëve, tani e ta fëmija, nuk kisha punë dorë, ai mori gotën e qumë që shkoj, tani fëmijë urdhua i ra. Ajo vetët. Jam mësuar me këtë sjelljen e tyre, po, çfarë bëj? Por si është një ditë e jotja në atë shtëpi, që i shikoj ato sytë e tu të trishtuar? Punë të shtëpisë, që sa ngrihem, që në orën 5 të ngrihem në punë shtëpi, ajo do përcjell fëmijët për shkollë, do bëj punë të shtëpisë, do merrem me serat, se kemi serë. Po. Gjithë ditën të punë. Kjo është situata në familjen tënde. Po. Blona, flasim hapur, çfarë kërkon nga mua? Ti më ke ndjekur, unë bëj live me shumë gra që fatkeqësisht kanë fatin tënd. Ne kam dëgjuar gjithsej zorit, po, ne kam dëgjuar. Çfarë ndihme kërkon prej meje? Padyshim nëse unë kam diçka në dorë, do ta bëj, as nuk e diskutoj për të ndihmuar. Nuk e di, doja thjesht sa të largohesh njëherë, pastaj thjesht vija ta tregoj një historinë se kam gjithë për brenda, nuk e di. Nuk e kam ndarë me asnjë tjetër, përveç familjes time që ja kam thënë, e dim pak a shumë, po. Thjesht paktën ta dëgjojnë gjitha ato që janë si unë. Se ndim pothuajse në bashkia e kam siguruar, po duhet tiki vetëm që këtu, duhet largohem që këtu. Nëse ti zemër e ke vendosur për t'i dhënë fund kësaj martese, se nuk ndihesh e lumtur me atë person, bëje, mos prit më gjatë, bëje dhe merre ndihmën e bashkisë dhe jeto me fëmijët e tu të lumtur. Je shumë e re në moshë për të vuajtur, për të dhunuar nga ana psikologjike, për mos ndjerë dashurinë e partnerit, babait fëmijëve të tu. Nuk ke pse jeton më në atë shtëpi nëse ata nuk të duan. Jepi fund kësaj martese. Mos ki frikë nga paragjykimet, mos ki frikë çfarë do thonë njerëzit. Është jeta jote, vendos ti për veten tënde. E dashur Blona, unë dua të t'jap forca, dua të jem mbështetja jote, dua që zëri jote të dëgjohet. Nëse ti ke nevojë për ndihmën time, më shkruaj dhe më telefono. Po ta them edhe një herë, nëse nuk ndihesh e lumtur në atë shtëpi, jepi fund asaj martese. Ato që ti më rrëfeve sot dhe më rrëfeve përpara disa ditëve, duket qartë që i ka ardhur fund gjithçkaje. Po. Ti ja ke dhënë shumë shansi, por ai njeri nuk ka ndryshuar. Ja, po,
Njëjta qielli, gjitha një lloj. Mirë, qetëso dhe fshi lotës, se shikoj që aty afër erdhi dhe djali, dhe të përqafoj, të përshëndes nga Tirana dhe Faleminderit. më shkruaj për çdo gjë. Faleminderit, do të flasim prapë. Mirupafshim zemër. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë uroj dhe shpresoj që ky live të ndiqet nga prindrit e Bleona Miles, ata të ndërgjegjësohen dhe të marrin masa për vajzën e tyre dhe për 2 niprit e vegjël, të hapin derën vajzës së tyre. Ajo nuk është e lumtur në atë familje, nuk e dashuron burrin me të cilën ka 10 vite që bashkëjeton dhe mbi të gjitha mbi të ushtrohet dhunë psikologjike, jo vetëm nga burri, por dhe nga vjera e saj. Ne ju urojmë më të mirat Bleonës dhe 2 fëmijëve, 2 djemve të saj. Kushdo që ka një denoncim për të bërë, kushdo që ka një eksperiencë për të ndarë, mund të më kontaktoj në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju të dashur miq, mund të më dërgoni dhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Dërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo paraditë tashmë e kam kthyer tradit, jam live ora 10 këtu në YouTube me ju. Faleminderit.